8 mart shënon edhe ditën e 4 të konfliktit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, një situatë gjithmonë më shumë e tensionuar me raportime të ndryshme për vendet cilat janë përfshirë në këtë konflikt. Sigurisht që vëmendja është tek shqiptarët, të cilët jetojnë kryesisht në Izrael, sepse ka një komunitet që punon dhe që jeton dhe punon pikërisht në këtë vend. Ne kemi kënaqësinë mëngjesin e sotëm të ndajmë një bisedë edhe për të kuptuar pak më shumë si është gjendja e sigurisë dhe si ka kaluar nata me ambasadoren ton në këtë vend me Rikumbe, e cila na bashkohet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Si jeni zgjuar? Besoj që tensionet vazhdojnë, nuk e di nëse ju e ndjeni atë pasigurinë. Nata ka qenë relativisht e qetë, kemi pasur vetëm një alarm dhe kanë qenë kryesisht në veri të vendit fokusuara sulmet nga Libani në mbrëmjen e sotme, nga Hezbollahu, i cili ka marrë përsipër autorsinë e sulmeve ajrore që ka bërë vije në mbrëmje. Ndër të tjera, sa i takon raketave nga Irani, sulmi është ulur ndjeshëm. 24 orët e fundit kanë qenë gjithnjë e më të qeta sa i takon intensitetit të raketave të dërguara prej tyre kundrejt Izraelit. Zonja Kumbe, sa ka të bëjë në fakt edhe me shqiptarët, si kundër përmendit dhe Brikena, që jetojnë dhe punojnë në Izrael, keni pasur kontakt me ta, të paktën sa i përket, le të themi, komunitetit vogël që mund të jetë aty, por gjithashtu edhe stafit të ambasadës, a janë të sigurt? Ne jemi të gjithë në kontakt me njëri tjetrin, përveç komunitetit shqiptar ebraik, pra atyre qytetarëve që jetojnë në formë permanente në Izrael, që kemi kontakte të vazhdueshme dhe janë të gjithë shëndoshë mirë. Kemi dhe një listë prej 13 personash të vetë deklaruar për të kërkuar asistencë pranë ambasadës për të dalë nga Izraeli. Janë të gjithë mirë, janë konfront rregullave të sigurisë së shtetit Izraelit, kanë akses të plot në dhomat e sigurisë që kërkohet dhe sugjerohet në të tilla situata. Dhe presim me durim dhe qetësi për të parë zhvillimet e ditës së sotme dhe të ditëve në vazhdim dhe presim nga autoritetet izraelite sa i takon daljes së qytetarëve të huaj nga vendi. Aktualisht këto lëvizje janë bërë vetëm përmes kufirit toksor nga Egjipti dhe nga Jordania, ku qytetarët më pas kanë vijuar udhëtimin e tyre nga aeroportet respektive kundrejt Shqipërisë apo vendeve të tjera ku ata janë. Kemi rast të ndryshme, nuk janë të gjithë qytetarët tanë rezidentë të Shqipërisë, ka prej tyre që janë me studime ose banor rezident në vendet të tjera të Europës dhe janë gjendur në Izrael për turizëm ose arsye studimore. Po janë rreth 11 shqiptarë në mos gaboj që janë 13. 13 shqiptarë. 11 adult dhe 12 fëmijë dhe 2 fëmijë. Ata aktualisht po qëndrojnë aty, si është menduar të procedohet ndoshta për kthimin, sepse besoj që është të paktën në këtë situatë është e pamundur apo jo? Si po procedohet? Nuk është tamam kështu, prioritet është siguria e tyre dhe jo dalja nga vendi. Më parë duhet sigurohemi që jemi të sigurt në çdo lëvizje që bëhet. Pastaj në fazën e dytë, pasi sigurohemi që janë të sigurt dhe shëndoshë mirë, vijohet procesi gradual me udhëzimet që i japim se si mund të dalin nga Izraeli. Ndërkohë fluturimet A funksionojnë zonja Kumbe? A funksionojnë linjat ajrore? Aeroporti Ben Gurion vazhdon të jetë mbyllur dhe disa prej qytetarëve janë duke pritur për të parë, pra nuk duan ende të ndërmarrin rrugën toksore të daljes nga Izraeli, sepse në varësi të qytetit ku ndodhen kufiri me Egjiptin është mesatarisht 4 orë larg me makinë. Kështu që kanë zgjedhur të presin pak ditë për të parë zhvillimet me aeroportin dhe padyshim një pjesë e tyre preferojnë që të lënë Izraelin përmes fluturimeve dhe jo në rrugë toksore. Kështu që jemi dhe ne në pritje në varësi të udhëzimeve. Ju e thatë pak më parë që keni patur komunikim të vazhdueshëm në mënyrë që të garantoni edhe sigurinë të shqiptarëve të komunitetit që ndodhet aty. Cilat janë ato shqetësimet kryesore që keni vërejtur në komunikimet që keni patur edhe si po menaxhohen ato problemet kryesore, le të themi? Frika është i vetmi problem. Fatmirësisht ne nuk kemi pasur qytetarë të akomoduar në hotele. Kjo do të përbënte një problematik shtesë pasi
prek buxhetin e secilit që jeton përkohësisht alokohet në hotel, megjithëse Ministria e Turizmit e Izraelit ka vendosur, ka ndërmarrë një operacion shumë të sofistikuar këtë radhë dhe për shkak të eksperiencës tani më 2 vjeçare e gjysmë në situata lufta dhe janë gjendur pranë të gjitha ambasadave dhe turizmeve duke ofruar akomodim, duke ofruar transport drejt pikave kufitare toksore. Aktualisht qytetarët tanë ndodhen në banesa Ukan Shelter dhe në këto kushte jemi të sigurt. I vetmi problem që kemi ka qenë frika, sidomos sa i takon ditëve të para. Dhe sigurisht që më shumë se sa ne ju jeni, le themi, në kontakt më shumë me median atje, keni më shumë informacion, sigurisht ko jeni pjesë dhe jeni ambasadore e Shqipërisë në Izrael. Kur vjen puna tek informacioni, besojmë më shumë tek ju. Sa mund të zgjas kjo situatë, pras? Çfarë flitet? Është herët për të folur dhe do ishte prematur çdo lloj thënie e imja në këto momente. Ju e ndiqni gjithashtu mediat një lloj si unë, kështu që jam e bindur që do keni mundësinë të zhvilloni këto parashikime me kolegët tuaj në Tiranë. Për te frikës, që sigurisht besoj, sidomos në shqiptarët që në një farë sensi e kemi shumë larg veten nga konfliktet të tilla edhe duket e pa imagjinueshme, cilat janë vështirësitë më të mëdha që po hasen në këto ditë, le të themi, që kanë përfshirë vendin. Në tërësi e keni fjalën? Po, në tërësi. Qoftë për energjinë elektrike, mungesa, ndoshta edhe... Jo, nuk ka të tilla probleme, nuk ka të tilla problematikash, por ajo që vjet re ndryshe nga lufta tjetër e Iranit 12 ditore që ishte në qershorin e vitit 2025, këtë radhë qytetarët në përgjithësi janë më të durueshëm, relativisht më koshient për domosdoshmërinë që ka pasur shteti Izraelit dhe qytetarët e saj për sigurinë e tyre për të realizuar këtë luftë dhe për t'u gjendur krah partnerit të tyre strategjik, Shteteve të Bashkuara. Kështu që në këtë aspekt ka një lloj qetësie kolektive, do thoja, dhe pritshmëritë janë të larta, ndryshe nga sulmi i kaluar ku njerëzit ishin të paduruar, pasi është krejt normale që mbyllja e aeroportit në vetvete krijon një lloj stresi. Edhe sikur njerëzit mos kanë plan të izolimi e drejt. Ndihen të izoluar. Kështu që është një lloj procesi psikologjik interesant që i ndodh qenieve njerëzore. Këtë radhë ky proces ka qenë shumë herë më nën kontroll, për shkak sepse të gjithë kanë ndjerë domosdoshmërinë e këtij operacioni ushtarak, të programuar kohë më parë dhe të pritur, pasi kishim që në fillim të janarit që gjithë media, jo vetëm në Izrael, po dhe globale, paralajmëronte këtë sulm, kur negociatat shkonin përtej dhe nuk sillnin rezultatet, ishte pra e pritshme që të mbrinte në këtë pikë konflikti. Kështu që në këtë aspekt thjesht presim të shohim ditët në zhvillim. Ne ju urojmë qetësi mendore pikë së pari, sepse ana psikologjike është shumë e rëndësishme dhe nisur edhe nga ajo që thatë, duket se frika është e paevitueshme, por shpresojmë edhe që çdo gjë të zgjidhet sa më shpejt edhe të ketë, le të themi, një përfundim të kësaj situate në mënyrë që edhe të jeni të sigurt edhe t'i ktheni normalitetit. Faleminderit shumë që na bashkuat mëngjesin e sotme. Faleminderit zonja Kumbe. Qëndroni i sigurt. Ndalemi tashmë në një tjetër temë për diskutim, do të kemi mundësi ditën e sotme të kuptojmë